Duke qenë se jeni shumë, nuk ka nevojë të çoni, qëndroni të ulur ashtu, do të them emrin e më pak të shpëtuari, duke qenë se pyetja ishte kë doni të shpëtoni, ai që shpëtuar më pak nga publiku dhe që do i duhet të braktisonte garën në Big Brother është Armiri. Armir, më vjen keq. Sa gjë? Të pres në studio. Pse vlla? Urime pjesës tjetër. Jam top form. Duhet me hikse, që jam punë. Atje, ku të doni? Hajde të kaloni bukur, po hecin. Why no? I should go. Ta kërko sentimet pak në sëtë. Mos u mërzis një fare për tek. Vetëm më bjeni valizhet dhe jeni në regull. Lali, gjithë mirat, suksese për gjithëve. Kur dilni gjithë do japi drejt, dark që të doni. Hajde, drejt. Vetëm mos u mërzisni. Shumë erë, brada. Se kjo është lojë për lojtarë, vlla, se është lojë për armijën. Hajde, vlla. No chance. Steno. Bro, love you. Atëherë, kujtoj që nuk kam biletat e fatit, kështu që automatikisht Armiri është jashtë loje. Takon edhe jashtë të zemën. Jena takon. Lige, edhe jashtë. Ciao. Ciao gjithë mirë. Kujdesi për veten jashtë. Unë? Unë kujdesem maksimalisht për veten. Ciao. Ciao. Kalofshi mirë. Jemi në Armir. Armir të pres në studio. Hajde, ciao. Bro, kur dalim do... Po kur dalim së shërët, fare. E rëndësishme ishte kjo njofja jonë, kaq, e po fërë. Zemra, hajde. Unë pa, kaloni bukur gjithë. Suksese njëtë gjithëve. Sa më bukur gjithëve. Ciao. Armiri vjen në shtëpi, ndërkohë më lini pak aty regjia dhe më çoni pak në dhomën e ndenjës ku është Selin, e cila nuk e takoi Armirin. Selin. Jo, Ledion e takova. Jo, në kuptimin nuk e përcolla. Jo, e përcolla drejt e dera, nuk isha nevojë të bëj të temenat, për sa kohë